pyetje jashtëzakonisht e rëndësishme dhe me vend, nga se nuk ka njeri që nuk ballafaqohet me sprova në jetën e kësaj bote. Dhe rrjedhimisht nuk ka njeri që nuk është i nevojshëm për ditur se si të ballafaqohet me to, e në veçanti se si të triumfojë në to. Kjo pyetje është shumë nxitëse, është edhe kreative, por edhe është premtuese, për faktin se njeriu është në kërkim të përgjigjeve më të rëndësishme të jetës së tij. E me theks të veçantë është i nevojshëm që të di se si të ballafaqohet me sprovat në jetën e tij. Para së gjithash, çfarë quajmë sprovë? Në terminologjinë islame, sprovë quhet çdo gjendje, çdo provë, çdo ndjenjë, çdo veprim me të cilin Zoti i Madhërisht e provon apo e teston në robën e tij, respektivisht e provon edhe e teston besimin e tij, bindjen e tij, reagimin e tij, e para së gjithash kënaqësinë apo mos kënaqësinë e tij shpirtërore në raport me Zotin e tij. Allahu në Kur'an thot: "Wa nabluukum bish-sharri wal-khayri fitnatan wa ilayna turja'un." Që do të thotë, ne do t'ju provojmë juve, pra do t'ju testojmë me të keqe dhe me të mirë, si sprovë për ju, e pastaj tek ne i keni kthimin. Ky ajet kuranor na tregon qartazi dhe prerazi se sprovat janë pjesë e pandashme e jetës sonë, pra janë pjesë përbërëse e jetëve tona. Ne do të ballafaqohemi me to. E në kuadër të sprovimit, Allahu mund të na sprovojë me diçka që në sytë tanë duket si e keqe, por edhe me diçka që në sytë tanë duket si e mirë. Por çfarëdo që të vije si mënyrë e sprovimit tonë nga ana e tij është mirësi. Çdo gjë që vije nga Zoti i Madhërisht, padyshim se është mirësi. Andaj edhe kur Allahu na sprovon, realisht na teston dhe na provon me diçka që mund të konsiderohet si e keqe, apo me diçka që mund të konsiderohet si e mirë, ai realisht është duke e bërë për të shpërfashur vlerat tona të brendshme, për të na kalitur sa më shumë dhe sa më thellë me virtyte të larta morale, për të na qartësuar rrugtimin dhe orientimin ton drejt tij, me një shpërfaqje të hartës reale të aspektit të brendshëm shpirtëror, por edhe të aspektit të jashtëm. Kur robi e kupton realitetin e sprovës, ai do di se si të ballafaqohet me to dhe do di se si të triumfojë në to.